Kosovë çështje teknike po bëhen politike. Kurse ato politike po kalojnë teknike. Do thonë, remonti i termocentraleve të Kosovës A dhe B është diçka që është koha optimale për remont. Kur dihet që momentalisht çmimi i energjisë në bursat e rajonale, veç Kara është çmimi që është optimal, edhe nëse do me bërë një remont të termocentralit, kjo koha optimale. Po ajo që është brengosur është që nga një çështje teknike, ka kalu në debat publik edhe në fund vendimet janë marrë politike. Nëse ka ra sot, është e vërtet që ka ra bloku B-ne, është gabimi shumë i madh, për arsye se po rehet që ajo hyn punë për shkaqe politike, jo për shkaqe teknike. Si mendoni për shkak? Po nëse inxhinierët kanë vendosur që bloku do të mund dalë, ata kanë pas një arsye, unë po besoj në profesionalizmin e tyre edhe duhet më shkuën remont. Nëse shkojna në i shohën çmimet në Hupex, për marrë bursën hungareze, për arsye se në shumicën e rasteve qeveria e Kosovës e merr si referencë, çmimet janë ato që kanë qenë veç janë rromje si për krahasim me vitet të kaluam. Nëse morëm ditën e nesër në hina në faqet të Hupexit, e shohim se çmimi për orës 11 deri në ora 14 është 25 euro për megawatt. Do të thonë me transport me këtë ka pas raste që gjatë javëve të kaluara ka qenë edhe me minus. Do të thonë ka qenë duket të shtunën në minus 40 euro megawatti. Do të thonë nëse merr një megawatt i merr edhe 40 euro. Do të thonë është pjesa ku tranzicioni i energjisë në Evropën juglindore dhe në Evropën perëndimore gjatë krizës dhe luftës në Ukrainë ka shkuar në një havë shumë të madh. Edhe tash ka kapacitete shumë të mëdha, sidomos ato solare që janë në Ballkanin perëndimor, Peshtia dhe Greqin këtu, që tash gjatë kësaj kohe, çfarë ka prodhim për shkak të diellit edhe rreshjeve që nuk janë, prodhimi është i madh që çmimet në bursë, domethënë kërkesa, nëse folëm për krizë energjetike, momentalisht nuk ka krizë energjetike. Pse kishte paralajmërimin? Si e lexuat paralajmërimin e Kecit? Kesko e paralajmëroi atë që i ka ardhur nga Keku, edhe në mbrëmje të pasoj ditës drejt ushtruesit e tyre si drejtorin të konferencës që pat live diku në orë e mbrëmjes se pranoi tha, pa jam mur fojnë që disa inxhinierë të Kosovës tha kanë menduar s'kan qenë sigurt. Edhe është normale, bin bloqet se ka nevojë për remont. Ato janë vjetra, bloku më i ri i ka 42 vjet. 42 vjet. Tash ka Kosova i ka bloqe që ndoshta nuk kanë remonte që cilat janë të zakonshme, po ka nevojë për remonte të periodike. Për ato duhet më mbyll me qenë tamam në kohë. 6 mujor në fakt ka shkuar në remont njëri nga bloqet. Po ndoshta ka nevojë edhe nam. Na po folëm për një blok në gjeneratorit që është 50 vjet i vjetër. I cili dihet që gjatë viteve 90 nuk ka pas kurfar mirëmbajtja viteve të fundit ka qenë mozamakec, domethënë edhe ajo ka pas rrëmje shumë. Kështu që unë besoj në punën e inxhinierëve që punojnë kek, edhe nëse inxhinierët thonë që ky blok do të më shkuën remont, nuk është më çështje politike, po është çështje teknike. Veç ta kuptojmë këtë aludim që po bëni ju. Pra, sipas jush, inxhinierët po bin prej presioneve politike për ta rifunksionalizuar ndonjërin nga bloqet që do duhej në fakt të shkonte në remont për javë apo muaj të tërë. Apo thoni kështu që t'ju? Dite e premte u du kështu. Për arsye se Kesko tha, në diskutim publik tha, na kemi marrë informatë nga Keku se nesër nuk do të jetë prodhim. U bo e mallë, u bo diskutim publik, presioni publik e shtyni menaxhmentin edhe njëni blok o treshi hini në funksion. Tash duket dje par dje rongë për funksionit. Nuk ka më rëndësia bjen, po vetë fakti që ata inxhinierët, ushtruesit e detyrës të kryeshefit ekzekutiv të Kekut, nëse merr në intervistën e keni besoj, ai e thotë që ka pas një gabim, një pasiguri të inxhinierave. Domethënë presioni publik, tash nëse çaj blok bjen, duhet me marr ai përgjegjësinë. Se nëse çata inxhiniera kanë thonë që ky blok duhet më mirëmbajt. Kur dihet që gjatë vikendit çmimi në bursë është negativ, për shkak se industria nuk punon vikend shumë. Po nuk është vetëm një vikend zotë Jupi, ai remonti do të marrë shumë kohë. Po tash problemi tash është rryma sillet 60 deri 90 euro çmimi mesatar, ndihmë sillet 600 deri 400.
A ma mirë me ble qitash, a me ble dimnit. Tash nëse dojna me këshyr në aspektin financiar. Ose tash, nëse sot tregu ka shumë energji elektrike për shkak burime të ripërteshme, ka erë, ka pas reshe gjatë pranverës, do me thone hidrocentralet e mlaja që i keme në rajon, janë të mbusha dhe punoj me kapacitet plot, pse mos me shfrytëzue këtë pjesë, këtë hapësirë që mi mirëbajt bloqet, që kur vjen dimni, kur kërkesa për energji elektrike është shumë fish me madhe, kur çmimet në tregjet janë spaku 3 herë më të mëdha ose 5 herë më të mëdha, pse tash na me kursye i bllokun ose me mirëmbajt mirë që kur vjen puna e dimnit me qetë gatshëm që ai me prodhu maksimalisht. A besoni që kecim edhe përmes kësaj po don ta shtroj një rrugë pa paralajmërimit të shtrëngimit të energjisë? Për shkak të blerave. Kesko në këtë rast. Po është metodologjia që është tash. Kesko nuk merret, unë besoj foj nuk është e Kesko. Kesko blen rrymë dhe shet rrymë. Mire, pse do të na tregoj neve se s'po prodhohet dhe ta bëja ta la? Jo, ai nuk tregoj neve, veç thirrë për ja bëri apel. Apel për me kursy. Apel për me kursy. Në fund ditës, nëse shohim si funksionon Kesko dhe Keci, ata e kanë përqindje në qarkullim. So shpenzojnë ma shumë, ata fitojnë ma shumë. Tash të jemi të sigurt. E tash ku e ble, tash ideja kush e kontrollon Keskon, e kontrollon zëreja. Do me thonë, na tash do të mi forcue i cët janë instrumentet dhe institucionet e pavara cët i monitorojnë i operatorët. Jo mu përzije ki operator tjerë, politika, mu bot që është editore, a ka fajnë Kesko, a Keku. Na, si opinion publik, neve na intereson me pas rrymë, po thire për kursim të energjisë, na duhet çdo ditë me thonë, energjia me lirë është ajo që nuk e shpenzon. Dhe na duhet me kursy energji elektrike, pa marrë parasysh, a prodhohet Kosova, prodhohet... Që ajo është furnizus, fundja fundit... Ajo furnizus, pa ajo... Nuk duket edhe heshmet na tregoj që du të kursejmë energji. Po, ndoshta ka qenë tash, Kesko ka pjesa tjetër, se nëse shohim buletinën ekonomike, përmenëm se me dijom tash, që është të bo një ullumtim të jashtëzakonshëm. Vjen punë është një kompani e cila 90% rrymes Kesko ka ble pe asoj kompanisë. Nova Energy. Nova Energy e cila para 3 vjetë s'ka ekzistu në treg. Do të thonë, tash, problemi është e zëreja, do të me jetu. Kesko ekziston sot 10 vjetë në Kosovë. Ma shumë. 10 vjetë e funit, dhe më thonë 13 vjetë, 10 vjetë, ka ble energji elektrike për shumë operatorëve tjerë. Edhe tash, si filloj me blepin i operatorit, na u shajtun rrymet, për shkak se linjët e transmisionit i kënë blokume. Edhe na pagujtu veç transmisionin e rryme 700 euro për megawatt. 780 në rast e Po, ato fa i kostit, se kostit do të monitoru. Nëse koste kish monitoruar baza ditore, kish thonë nuk po e marr rrymen për te. Çka ndyshoni ju në këtë skemë? Se ndoshta ata që po na ndjekin nuk është se din sikur ju, zoti Jupi, që merreni me energji, ose unë si gazetar që lexoj edhe përcjelli edhe këtë sektor në raste, si po ju duket fakti që u bllokon linjat e transmisionit edhe ne paguanim vetëm transport të energjisë më shumë fish më shtrajt se vetë energjia. Çfarë kuptimi ka kjo? Po këtu zakonisht ndodhin, zakonisht ky çmimi i transportit është kur bjen një blok i termocentralit edhe aja linje e të rijek energjinë elektrike. Por nëse i sheh këtë linjat, e vren që është 1 orë, 2 orë, 3 orë, që ndodhin e njëjta. Të na nëse e sheh hulumtimin që ka bë buletini ekonomik, e sheh që në 6 orë rën. Do të thonë nëse e sheh linjen me Greqinë dhe me Maqedoninë e Veriut, e sheh që kam rri me 1 orë 500. Po veç e sheh mrena orës konsumi të rijek e energjisë bjen gradualisht. Do të thonë shteti Turqisë i Greqisë ka vrejtë që është transporti shtret, ato nuk po vijnë rryma. Do të thonë veç te ka fillu, por atë ekzistojnë mekanizmat monitorues. Edhe në fund ma mirë është mos me pas energji elektrike, so me pague një skeme të cila tash, nëse veç e lexojmë hulumtimin, po vjen që ka diçka për mas. Çka ka për mas? Se natyrisht ajo është edhe